Përshëndetje, unë jam Alidula, i lindur dhe rritur në Rahovec. Jam rritur në një familje ku puna dhe ndershmëria kanë qenë gjithmonë vlera kryesore. Kjo është shtëpia e vogël ku unë jam rritur dhe edukuar me dashurinë e pastër, ngrohtësinë e pakursyer dhe përqafimin e prindërve që i kam, e që janë copë parajse që zemra ime do t'i kërkoj me madh. Këto janë shkallë të para ku unë kam hapëruar me sukses çdo shkallë tjetër të sukseseve të mia. Kjo është familja ime, një begati dhe vlerë e çmuar frymëzuese për të punuar akoma më tej për të mirën shoqërore. Për vitet e gjata të jetës sime, ja kam kushtuar botës së arsimimit dhe edukimit të brezave të rinj. Kam pasur fatin të punoj me njerëz të ndryshëm, të mësoj prej tyre dhe të kuptoj se sfidat tona nuk zgjidhen nga një njeri vetëm, por vetëm nga bashkëpunimi. Për mua, të qenit i përkushtuar, i sinqert dhe i afërt me qytetarët është mënyra e vetme për të ndërtuar besim. Unë kam vendosur të kandidoj për kryetar të komunës së Rahovecit, sepse besoj fuqishëm që i tërë investimi im arsimor ma krijon vizionin e qartë se ky vend meriton ndryshe dhe më shumë. Meriton një komunë që kujdeset për të rinj, për familjet, për fermerët dhe bizneset. Një komunë ku zhvillimi ekonomik ecën krah për krah me përmirësimin e arsimit, shëndetësisë dhe mbar kulturës sonë rahovecase. Unë jam i bindur se vetëm së bashku mund të ndërtoj një të ardhmë më të mirë për fëmijët tanë. Prandaj, ju ftoj që në këtë rrugtim të më mbështesni bashkë ta ndërtojmë komunën që duam.